Tani, e para frika është një perceptim, nuk është perceptim, po është përjetim, i cili e vendos trurin tonë në alarm. Dhe kur ne jemi në alarm, hapësira për të nditur qetë është shumë e vogël. Mirë po nuk ndihemi qetë për veten tonë, po ndërkohë na rritet frika, gjithnjë më shumë nga reagimet të cilët do të vinë nga familjarët apo nga personat të cilët janë të përfshirë në shantazhima, në bullizima, në çfarëdo lloj veprimtarie që përcaktohet si dhunë digjitale në të rast, dhe aq më tepër që për shembull fëmijët kanë shumë problem për m'ia tregu prindërve këtë. E para pse prindrit nuk janë të edukuar, mendoj unë, në mjedisin tonë për ta kuptuar dhunën digjitale dhe që fajsohen fëmijët që rrinë gjithë kohën në telefon edhe nuk shikojnë veten e tyre që nuk i monitorojnë, nuk i kontrollojnë fëmijët për çka hynë e për çka sillen, se është një lloj sjellje që ti bën gjatë qasjes tënde online. Kjo mund të jetë e para. E dyta, fëmijët kur friksohen, mundet me qëndru kjo edhe për ne të rriturit, kur ne friksohemi dhe hymë në stres, normalisht që nuk funksionojmë me të gjitha kapacitetet tona dhe aftësia jonë për të zgjidhur problemin dëmtohet. Sepse ne i kushtojmë energji vendosjes të ankthit nën kontroll, e ndërkohë që tek fëmijët të cilët apo dhe tek të rriturit edhe tek gratë, tek kushdo që ballafaqohet me dhunën digjitale, kjo aftësi e përballjes është e dëmtuar edhe për shkak të stigmës. Për shkak sepse foli sociologa, por nuk foli për vetë stigmatizimin të cilën ata e internalizojnë, për arsye sepse kanë eksperjenca nga fëmijët e tjerë, nga personat e tjerë, të cilët janë stigmatizuar. Kështu që personi i cili ndihet nën stres ka shanca për me internalizu stigmën, me bo që unë jam personi që duhen krejt mu sjell qështu me mu, që është marrë për me, ose është e turpshme për me kërku unë ndihmë, sepse në momentin që do të kërkoj ndihmë, do të fillojnë pikërisht ajo që fillon diskriminimi, fillon edhe ndjenja e të qenurit alien. Kam shumë fëmijë që thënë unë jam ndryshe, për këtë arsye po më ngacmojnë fëmijët, apo për këtë arsye pse jam ndryshe dhe jam i veçantë, këta mu po më bullizojnë apo po më dërgojnë mesazhe të tilla në WhatsApp, ku përjashtohet nga grupi ose ka veprimtari të cilat. Domethënë, nëse kemi frikën e para për me kërku ndihmë të prindrit e mi, tek një shoqja ime, tek rrjeti sociali ime, nëse unë kam frikën me kërku të institucionet ndihmë, për arsye sepse, fëmijët mund të kenë frikë, po unë për shembull, kur jam sulmu në hapësirën time, nuk kam kërku ndihmë te policia, se kur i thira ishin qatë shumë procedura, sa nuk kisha kohë mu marrë me to edhe me e zgjidh problemin. Kështu që në përgjithësi frika dhe stigma janë dy pengesat kryesore që pse viktimat nuk kërkojnë ndihmë, dhe që paragjykimin nuk ndodh vetëm nga njerëzit e huaj, por ndodh edhe në mjedisin ku ne rritemi. Për shembull, e thash që prindrit nuk janë të edukuar, jo që nuk janë të edukuar, por nuk kanë njohuri për hapësirën kibernetike, edhe plus nuk marrin masa që fëmijët me ditë, se sot për shembull flitet për fëmijë të cilët duhet mësojnë të shkruajnë në internet apo në hapësirat online, që dinë me lexu. Ne problemin e kemi që nëse për shembull një mesazh dërgohet, ai mund të perceptohet shumë ndryshe prej personave që e marrin mesazhin. Kështu që duhet jenë programet për të mësuar fëmijët si të sillen në hapësirën digjitale, si të shkruajnë, si të lexojnë, kjo ndikon edhe në siguri. Po, e vërtet është, që frika dhe stigma janë dy armiq për me kërku ndihmë. Faleminderit, zot Rigashi, sa ndikon vetëm mënyra se si funksionojnë platformat digjitale, ekspozimi publik, gjurmë që nuk zhduken lehtë dhe shpërndarja e shpejtë e informacionit në frikën e viktimave për me raportu dhunën online. Pikërisht thonë ndoshta sfidat edhe padyshim se sot trendet e zhvillimit të teknologjisë na bojnë gjithëve të ekspozuar ndaj rreziqeve nga krimet kibernetike.
edhe abuzimet e shumta që mund t'i ekspozohemi. Vjedhja dhonave personale, bullizimi, veprimet abuzuese që bëhen ndaj individëve ose kategorive të caktuara, jo vetëm fëmijëve, po edhe të rriturit, edhe të moshuarit, edhe kategoritë të ndryshme i ekspozohen rreziqeve të tilla, edhe padyshim që sistemet, platformat ekzistuese, shërbimet e ndryshme online, shërbimet ose blerjet dhe shitjet online që përdoren sot dhe janë bërë mjet i jetës për ne, natyrisht janë mjet shumë i sofistikuar për të viktimizu palët që ndoshta nuk janë të kujdesshme sa duhet, s'kan njohuri, ju mungojnë informacionet, edhe ndoshta kjo është mjeti apo ajo adresa më e lehtë për me abuzu me individ ose kategoritë caktuara që ndoshta ju mungojnë informacionet edhe nuk e kanë eksperiencen e duhur për kujdes ndaj qasjes në hapësirat virtuale ose hapësirat kibernetike. Institucionet e vendit aktualisht dhe sistemet apo platformat ekzistuese në një mas të madhe janë të avancume dhe është mendu me kohë që elementet e abuzimit dhe keqpërdërimit të parandalohen. Duke pas parasysh, një shembull mund të marrë, me qenë se kam qenë barc në ndërtimin e platformës e-Kosova, përdorusit e platformës e-Kosova, edhe ofrusit e shërbimeve që janë institucionet, po çdo përdorus fillimisht duhet të identifikohet, të autentifikohet dhe dihet përdorusi i platformës. Për atë arsye edhe mundësitë e abuzimeve dhe keqpërdërimeve janë më të vogla. Mirë, po Kosova ka edhe disa sfida. Në një konsideroj se një sfidë në vete që me pas sa ma pak punë për prokurorin, për psikolog, për sociolog dhe për gjithë të tjerët, është që shtetit fokusohet në parandalimin e këtyre veprimeve. Të krijohen fushata, aktivitete, investime, po edhe trajtime të rasteve. U fol këtu në diskutim që pjesa dërmuese e viktimave edhe nuk i raportojnë rastet. Pse si raportojnë? Përveç atyne çështjeve tjera që u shpjeguan shumë mirë edhe prej psikologës, edhe prej sociologës, edhe prokurori që i theksoi rastet kur ndoshta çështja e trajtimit, është edhe një element që jo të gjithë qytetarët e Kosovës e fitojnë të drejten me u trajtu kur janë abuzu ose janë keq përdor të dhënat e tyne, identiteti i tyre, ose sjelljet e tyre pa qëllim që mund t'i kenë bërë në një rrjet social gabimisht që mund ndodh një lëshim, cili do mund bëhet viktim pa vetdije. Dhe e dini shumë mirë që një rast, një politikan ose një figurë publike, edhe po u fy rëndom, një fyrje rëndom që nuk po pajtohemi se duhet ndodh, merren të gjitha organet e rendit, organet e drejtësisë, mediat, publikohet si rast, ndërkaq kemi individ që cënohet ndoshta edhe e ardhmja, jeta, perspektiva e një triu, një gruaje, një vajze, një burri, edhe nuk trajtohet nga institucionet tona. Është çaq burokraci. Para ligjit, pra nuk të kërkon krejt të barabarta, po? Unë konsideroj që një kategori e gjerë e shoqërisë nuk trajtohen si duhet në sfidat që mund të shfaqen kur ata bëhen viktime e krimeve kibernetike. Është çaq burokraci, e tha edhe psikologja, edhe është çaq sfiduese shpesh që të merren organet përkatëse për të identifikuar një kriminal kibernetik që ka sulmuar një viktim, gjersa njerëzit zgjedhin rrugën që të heshtin apo edhe përpiqen në forma të ndryshme në mënyra ndoshta edhe të paligjshme që të gjejnë njerëz që kanë njohuri për përdorimin e pajisjeve kompjuterike, që të identifikojnë kërcënuesin apo sulmuesin ose abuzuesin e viktimes në këtë rast. Këto janë çështje që duhet trajtohen me një kujdes të veçantë, duhet të investoj shteti në këtë drejtim, duhet të vëj fokus në vetëdijsimin, po edhe në trajtimin e barabartë. Dhe një nga sfidat që është goxha serioze që neve na ban paksa të hendikepum, Kosova si shumë çështje që akoma nuk i kemi të zgjidhura definitivisht në aspektin politik, Kosova si mungon edhe kodi i internetit. Country Code Top Level Domain që çdo shtet e ka kodin e internetit, Kosova akoma nuk e ka. Dhe kjo ndoshta do të kish lehtësu paksa që të monitorojmë, të kontrollojmë trafikun, qasjet,
llogaritë ndryshme elektronike, llogaritë bizneseve, llogaritë private, që të monitorohen në mas të madhe dhe të parandalohen shumë krime kibernetike. Ne ende, si çështje politike që akoma se kemi marrë këtë të drejtë, e vujmë pasojën dhe përdorim domene komerciale që blehen në tregun ndërkombëtar, edhe ato në fakt bëjnë shumë të pa investigueshëm, shumë aktivitetet pa legjshme në hapësirat kibernetike.